Sa është e pasur Dua Lipa? Zbulohet pasuria rekord e yllit botror. Viti 2025 ka nisur me një tjetër arritje për këngëtaren me origjinë kosovare dhe famë globale. Dua Lipa, e cila është renditur në krye të listës së të pasurve nën 30 vjeç në Mbretërinë e Bashkuar sipas revistës Hit. Sipas raportit të publikuar nga Hit Rich List 2025, pasuria e Dua Lipës është vlerësuar në plot 129 milion funta, duke e vendosur bindshëm në vendin e parë. Përpara emrave si Tom Holland me 35.7 milion funta dhe Lewis Capaldi me 35 milion funta. Por ku burën pasuria e Duas? Rritja e saj jashtëzakonshme financiare lidhet me 3 shtyllat kryesore. Në 1, turneu botëror Radical Optimism Tour, që ka mbledhur miliona dollar fitime nga biletat dhe merchandise-ai. Në 2, bashkëpunimet të nivelit të lartë me markat luksoze si Versace dhe Porsche. Dua jo vetëm që është ambasadore, por edhe bashkë dizajnon koleksione. Dhe në 3, fejesa e saj me aktorin britanik Callum Turner, e cila ka shtuar vëmendje mediatike dhe kërkesën për kontrata të reja komerciale. Sipas The Times, pasuria e saj personale është rritur mbi 14 milion funta vetëm gjatë vitit 2024, duke e futur në listën e artistëve më të pasur britanik të dekadës. Forbes UK e cilëson Duan si një industri të vetme, fal aftësisë për të menaxhuar vetë kompanitë e saj, Dua Lipa Limited dhe Service 95 Media House. Në krahasim, pasuria e saj tek ka lënë ato të shumë ikonave të muzikës dhe filmit britanik, duke e bërë artistën me origjinë nga Kosova vajzën më të pasur nën 30 vjeç në gjithë Mbretërinë e Bashkuar. Një histori suksesi që nis nga Prishtina dhe arri në Londër, në majat e muzikës, modës dhe financave, duke dëshmuar se një vajzë shqiptare mund të bëhet jo vetëm yll botror, por edhe një nga vajzat më të pasura të brezit të saj.